Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gerta Gixhari thyen rekordin botëror. Ja për çfarë bëhet fjalë. Gerta Gixhari është tashmë banorja më nominuar në historinë e Bigut në mbar botën. Deri më tani ky rekord mbahej nga Angel Shkira, e cila gjatë sezonit të parë u bë banorja më nominuar që arriti të mbetej në shtëpi, madje duke shkuar deri në finale. Por këtë rekord e ka thyer tashmë Gerta Gixhari, e cila në edicionin aktual ka qenë e nominuar më shumë se çdo banor tjetër në ndonjë sezon në nivel global. Pavarësisht nominimeve të vazhdueshme, ajo ka arritur të mbjetojë në shtëpi, duke e kthyer këtë sfidë në një rekord historik. Për këtë arritje kanë reaguar edhe të afërmit e Gertës, të cilët menaxhojnë llogarinë e saj në Instagram. Ata kanë ndarë këtë rekord të thyer duke shkruar: "Rekordet thyen vetëm nga ata që nuk dorëzohen kurrë", shoqëruar me një emoji kupe. Ky moment po bën bujë të madhe në rrjetet sociale, ku fansat e Gertës e shohin këtë si një dëshmi të forcës, rezistencës dhe vullnetit të saj për të vazhduar përpara, pavarësisht sfidave brenda shtëpisë së famshme.